Dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin atit tim qellor, vëllezër dhe motra, un jam nga fshati dhe kur isha atje në fshat, një grup i armatosur deshi të më merrte jetën. Në atë kohë un nuk e njihja Perëndin, atje më torturuan fizikisht dhe psikologjikisht dhe mendova se do të ma merrnin jetën. Atëherë ju luta dhe ju drejtova Zotit që të kishte mëshirë që të ma ruante jetën. Zoti është kaq i mirë sa që më nxori nga fshati dhe më solli këtu në qytet dhe këtu më ftuan të njihja kishën, ungjillin, e pranova ftesën dhe në profecinë e parë Zoti kaq i mirë më flet për atë moment dhe më thot: "Bir, ti më bëre një lutje atje me mendje dhe të them bir se unë të dëgjova dhe isha unë ai që të ruajta, që të mbrojta dhe nuk lejova që të ta merrnin jetën." Vëllezër dhe motra, këtë unë nuk e kisha treguar askujt, kjo mua më preku në zemër. Ishin momente kaq të bukura, Zoti më premtonte se ai do të më jepte paqe, lumturi, gëzim në zemër dhe kam parë fjalën e tij të përmbushur. Më thoshte Zoti se do duhej të isha i fortë dhe trim sepse do të vinin momente të vështira, por ai do të ishte gjithmonë me mua. Ndodhi që djali im kishte për të bërë një operacion dhe mjekët thoshin se do të ishte një ndërhyrje shumë e shpejtë, të mos shqetësoheshim, ndërhyrja ishte në fyt dhe mjekët i dëmtuan arterien karodite. Djali humbi më shumë se 90% të gjakut, ishte pothuajse i vdekur dhe Zoti i dha këtë përjetim djalit tim, por kujtova premtimet e Zotit në atë moment dhe i lutesha dhe i thoja Zotit që të kishte mëshirë, sepse djali im ishte i intubuar, i rrethuar nga shumë aparate. Kaluan disa ditë dhe shkova në kish dhe u kujtova se Zoti në mirësinë e tij të pafund, përmes buzëve të motrës tonë të dashur Maria Luisa, na ka thënë se ne mund të vendosim duart njerëzve tan të dashur dhe kështu që vëllezër dhe motra, përmes vendosjes së duarve që bëra, Zoti ishte kaq i mirë sa që lejoi që djali im të hapte syt në atë moment dhe i jap nderin dhe lavdin Perëndis, sepse e ktheu në jetë dhe sot është me ne. Dëshmoj për të dhënë nderin dhe lavdin Zotit ton. Në profecinë e tij të shenjtë më thoshte të mos shqetësohesha për edukimin e djalit tim dhe vajzës time, sepse ai do të ishte personi që të thoshte se duhet të studionin dhe kjo është ajo që ndodhi. Ai më tha se do t'i shija të rriteshin, do t'i shija të diplomoheshin dhe do t'i shija të punonin. Dhe në ato kohë, unë kisha kancer në fazën terminale, kur Zoti më folli për ato premtime të bukura. Dhe sot është një gëzim i madh për mua për shkak të gjithë kësaj. Është përmbushur mëshira e Zotit. Dhe Zoti më tha gjithashtu që një nga të tuut, ai që më pak e pret, shumë shpejt do t'i jetë në borët e mia. Dhe ai do të vë dorë mbi një fëmijë shumë të vogël. Dhe rezultoi se më thoshte se do t'i jepte pasardhës njërit prej vëllezërve të mi në mish që nuk kishte fëmijë. Dhe kështu ndodhi. Ata jetonin në Galësia dhe sot më premtoi atë udhëtim të shkurtër që ajo të më jepte ato para. Dhe kështu ndodhi. Dhe kur ishim atje, Zoti e lejoi këtë të shëronte vajzën e tyre nga sindroma Down. Dhe unë i ftova në kish, shkuam dhe kështu Zoti i vuri dorë mbi vajzën e tyre dhe por sa lindur duke shëruar. Edhe ashtu si Zoti më tha në profeci, vajza u shërua nga sindroma Down. Zoti gjithashtu më tha se do të gëzohesha në një festë shpirtërore. Dhe kur erdhi motër Maria Luisa dhe se unë do të shija lavdin dhe fuqinë e saj dhe kështu ndodhi. Do të ishte shumë dhimbje nga trupi im dhe para një muaji unë kisha një dhimbje shumë të madhe në shpatullën time të djathtë dhe ishte shumë keq. Por në studimin e të hënës së kaluar, Jakobi kapitulli 2, Zoti më shëroi dhimbjen time. Dhe të gjithë e dëshmoj për të dhënë nderin, lavdin Zotit tonë.